Në orobër të istogut, në një atmosferë të ngarkuar me emocion dhe krenari kombëtare, u mbajt ceremonia solemne e zhvarrimit të heroinës së lirisë Mervete Maksutaj. Kjo ngjarje e rëndësishme organizuar nga drejtori i Agjencisë për Menaxhimin e Memorialeve Zotriu Imer Hakaj, mblodhi përfaqësues të institucioneve shtetërore, bashkëluftëtar të ushtrisë së lirimtare të Kosovës, familjar, përfaqësues të shoqatave të dalë nga lufta dhe qindra qytetar nga mbar vendi. Mervete Maksutaj mbetet një ndër figurat më të ndritura të rezistencës armatosur në Dukagjin. E lindur dhe e rritur me ndjenjen e thellë të dashurisë për atë dheun, ajo i dha emër edhe nder brigadës 133 Adrian Krasniqi, në radhët e së cilës zhvilloi një aktivitet të dendur dhe heroik gjatë luftës çlirimtare. Kulmi i heroizmit të saj u shënua më 4 dhjetor 1998, kur mori përsipër një nga aksionet më të guximshme të luftës, lirimin e bashkëluftëtarëve të plagosur e të arrestuar që mbaheshin në mbikëqyrje të rreptë në spitalin e përgjithshëm të Pejës nga forcat serbe. Malli dhe dhimbja në sytë e familjarëve janë dëshmi se Mervetja nuk është harruar. Ajo mbetet një ndër hyjet më të ndritshëm të lirisë, një simbol frymëzimi për brezat që vijnë. Në kujtesën kolektive, Mervete Maksutaj është shëmbëltyra e vajzës shqiptare trimëresh, e dashur, e guximshme dhe e përkushtuar deri në flijim. Me shpirt optimist dhe zemër të madhe, ajo e meriton titullin heroin, ndërsa populli i saj do ta kujtojë gjithmonë me përullësi dhe krenari.